Në një mbrëmje të gjatë, nësër në mbrëmje që premton emocione të mëdha, do të ndizen dritat e shtëpisë më të vëzhguar në Shqipëri. Reality show vjen në moderimin e Ledion Liços, ku nuk do të mungojnë dhe analizat e opinionistëve. Big Brother është një ngjarje më shumë se sa një program televiziv. Është një ngjarje që na bashkon të gjithëve. Mund të presim nga të gjitha ngjyrat si në çdo sezon tjetër. Do ketë shumë surpriza, do ketë gjëra që ndodhin për herë të parë. Jam shumë entuziast për shtëpinë. Sikur ndonjëherë jam i lumtur të them që kjo është shtëpia më e bukur që Big Brother ka pasur ndonjëherë, jo vetëm në edicionet e tija VIP Albania. Uroj vërtet të jetë një fillim i një aventure tjetër të paharrueshme. Aty ku aventurat janë të gjitha të paharrueshme, Top Channel, tha Ledion Liço, moderator Big Brother VIP Albania. Mbrëmjen e së shtunës, në shkëlqimin e dritave, do të hyjë një nga një banorët VP, që priten me kurreshtje nga publiku shqiptar. Pas javësh hamendësime, është konfirmuar zyrtarisht konkurrenti i parë i Big Brother VIP Albania 5. Ai është Angelo Haruni, moderatori i emisionit Top Talk Ekonomi në Top Channel. Sot po e mbyll këtë kapitull me shumë mirënjohje, sepse nesër hapet një tjetër. Nga nesër zyrtarisht do të jem konkurrent në Big Brother VIP Albania 5. Sipas rregullave, menjëherë pas këtij momenti do të hyj në izolim total. Pa telefon, pa kontakt, ashtu siç tashmë ndodhen edhe konkurrentët e tjerë, të izoluar në dhomat e tyre. Nga ky çast, loja nis për të gjithë njësoj. Në Big Brother nuk shkon një rol, një plan, shkon njeriu. Dhe ajo që do të shihni nuk është versioni i moderuar, por versioni i vërtet, me gabime, emocione, forcë dhe dobësi. Një version ndryshe nga ai që keni parë deri sot. Shpresoj që kjo mbështetje të më shoqërojë edhe në këtë udhëtim të ri, me synimin për të shkuar deri në fund. Faleminderit për gjithçka. Tani shihemi brenda shtëpisë, tha Haruni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.